Betejë e Semetishit është një ndër betejat faktikisht më të njohura, nuk u shfol shumë deri tani, me arsye të caktuara, por kemi argumente të bollshme që një ditë do të shkruhet me të gjitha detajet e saj. Është një betejë që ka zgjatur mbi 8 ditë, duke filluar me veprimet e armikut pas fillimit të sulmeve të NATO-s me 24 mars 99-s, në vijën e parë, para mes Slapozhanit dhe Peçanit, Trushollazit deri te pjesa e grabit të Studençanit. Dhe me një goditje shumë të fortë që kemi pas në ditën e parë, është dashur të tërhiqemi në pjesën pas Peçanit ose mbi Peçan të arrat e Peçanit që quhen, por edhe aty kemi pas thjesht një goditje shumë madhe prej pjesëve, prej pjesëve të Slapozhanit, pjesëve tjera të Suarikës, por me goditje të artillerisë prej Novakës edhe pjesëve shumë tjera që mos të marr kohë shumë që të përshkruaj detajet. Dhe na është dashur edhe me disa ramje të bashkëluftarëve tonë në atë pjesë, kemi bani veprim faktikisht të kalimit në vijën e tretë që ka qenë e përgatitur që më herët, që ka qenë te Semetishti ose te Emiravit të Semetishtit, ku është lidh vija, aty ka qenë mesi me grabin dhe Gallushën. E Studençanit dhe Gallushën faktikisht pikën 00 deri në vllaz tjetër. Domethënë ka qenë një vijë tërë mbi 10 kilometra, vijë frontale, që është qëndruar për 6 ditë. Për 6 ditë pa lëvizur fare asnjë pjesë. Dhe unë jam shumë i sigurt që në atë pozicion, po mos kishim faktikisht rrezikun nga mrapa, nga brigadat tjera faktikisht që kishin luftime edhe ato, ne do të qëndronim pa lëkundur edhe me muaj të tërë aty. Jam shumë i sigurt me vullnetin dhe moralin që është arrit te bashkëluftarët.